Ti nuk e pate, profesor Berzulli e tha, nuk e pate nevojën për çështjen e qeverisë në rregull, shumë bukur, kur kush nuk vidhnu, ecë përpara në rregull jemi mirë, po sikur të kishte pas ripërsëritja asaj çfarë e thon vazhdimisht. Racionalitet, maturie, dituri, që Kosova dhe Republika ka pas njerëzit e saj që kanë dëshmuar që edhe duke ja njoftur pjesës tjetër numrin e vogël deputetëve, pozicionin e ulët politik, megjithatë i kanë dhënë hapësirën për arsye të kauzave shumë të mëdha që kanë qenë përdorim. Çështja e vullneti është kjo. Po ky vullneti refuzues, ky vullneti nënçmues, kjo është kulturë jashtëzakonisht e keqe. Neve deputetja Ymeri e tha shumë mirë, çështjet historike, moment historike, në moment caktuar mund t'i gjykojmë, domethënë sipas votës, më dhom vlerësim sipas votës, i lexojmë sipas votës, mirë po e drejta çka është, fal që demokracia është interesante, jo domosdoshmërisht shumësia e numrave është vërtetësia e fakteve të cilat në një moment caktuar historik i nxjerr si të mirëqenia ose si të mira. Në angazhimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndikim për të orientuar, ka qenë problematike çështja me Lidhjen Demokratike të Kosovës, po flas prapë prej nënshkurtit deri më tani. Ne kemi diskutuar këto, ajo poja dhe joja e pastër na ka penguar rregullisht e Lidhja Demokratike të Kosovës, se posaçërisht të mënyrës se si ka bë veprimtari politike Lumir Abdigjiku. Kjo ka qenë pengesa më e madhe. Gjatë 2025 kam përshtypjen se u pozicionuar më ndryshe. Jo, tash në vazhdimsi, tash momentet caktuar, por qartësi nuk ka pas Lidhja Demokratike e Kosovës. Tani ka ofruar komunikimin. Në rregull jemi. Ka, domethënë, unë kur e thash durimin që lavdova, për mua ka qenë ndoshta shumë më sinqert, mirë po ka qenë çështje kalkulimeve dhe një faktori tjetër, faktori Vjosa Osmani, për cilën unë po më dhimbet LDK-ja, do të ketë drejtë që me ardhë me shpresu në ndryshim në pozicionin saj duke falendru Vjosa Osmanit bashkëpunëtorës së shkëlqyer të zotit Kurti për 5 vite. Dhe kjo për mua është pak edhe më shumë. Është Lidhja Demokratike të Kosovës. Por kur e përmendni çështjen e nënshmimit ndoshta të subjekteve tjera të zotit Kurti. E kam një deklaratë Albin Kurtit, por kjo pas dhe duhet ta diskutojmë pasi që su marrën vesh për t'i dhënë një president të ri vendit. Videon e Kurtit dhe kthejmë në studio diskutojmë. Shkurt për shkak se do të flasim për një takim që ka ndodhur sot mes Vjosa Osmanit dhe Lumir Abdigjiku dhe do të diskutojmë se çfarë mund të prodhoj ky takim. Por pas videos së Kurtit. Opozita është e vjetër.